Mjekët onkolog këshillojnë të hiqni dorë nga zbutësi i rrobave. Aroma e rrobave të sapolara mund të duket si një sinonim pastërtie, por disa produkte që e krijojnë këtë aromë po ngjallin shqetësim tek mjekët, sidomos kur bëhet fjala për zbutësit e rrobave dhe fletët aromatizuese që përdoren në tharse. Në rrjetet sociale është vështirë të mos hasësh postime që paralajmërojnë se një produkt i zakonshëm shtëpie shkakton kancer. Mes tyre përmenden shpesh dhe produktet që përdorim për larjen e rrobave, por mjekët sqarojnë, përdorimi një herë i një produkti nuk shkakton kancer. Pacientët më pyesin nëse një produkt specifik u ka shkaktuar kancerin apo u ka rritur ndjeshëm rrezikun, thot doktor Krushangi Patel, onkologe në Parade. Vërteta është se kanceri zakonshëm zhvillohet nga një kombinim faktorësh gjatë shumë viteve, përfshirë gjenetikën, stilin e jetesës dhe ekspozimet mjekësore. Prandaj, është e rëndësishme të shohim produktet e përditshme në kontekst. Qëllimi sipas mjekëve nuk është të krijohet frikë, por të kuptohen më mirë faktorët që mund të kontribuojnë. Doktor Tracy Proverb Singh, onkologe gastrointestinale, thot se informacioni mbi produktet që mund të rrisin rrezikun për kancer duhet parë si një mënyrë për të marrë vendime më të ndërgjegjshme, jo si arsye për panik. Ky informacion nuk ka të bëjë me të jetuarit në ankth të vazhdueshëm, por me vendime më të informuara për shëndetin afatgjatë, shpjegoi ajo. Produkti që onkologët këshillojnë të shmanget është zbutësi i rrobave, bashkë me fletët aromatizuese që përdoren në tharse. Sipas doktor Pastel, shqetësimi kryesor lidhet me aromat artificiale të cilat mund të përmbajnë ose të çlirojnë kimikate që nuk deklarohen plotësisht në etiket. Doktor Adel Kam, hematolog, onkolog dhe epidemiolog, thot se shumica e zbutësve të rrobave nuk përmbajnë qëllimisht substanca të njohura si kancerogjene në përbërësit aktiv. Problemi sipas tij është se disa prej tyre mund të përmbajnë përbërës aromatizues pa pastërti ose nën produkte të procesit të prodhimit që njihen ose dyshohen si kancerogjene. Doktor Muhammad Kahir Kasawen shpjegon se mbetjet kimike të këtyre produkteve mund të qëndrojnë në rroba dhe të përhapen edhe në ajrin e shtëpisë. Një nga shqetësimet lidhet me përbërjet organike të paqëndrueshme të njohura si VOC. Një studim i bërë në vitin 2016 sugjeroi se produktet e aromatizuara të lavanterisë mund të lëshojnë përbërje të tilla. Kur këto produkte nxehen në tharse, ato mund të çlirojnë VOC në ajër, sipas doktor Kasawen. Si disa zbutës me aromë mund të lëshojnë substanca si acetaldehidi dhe benzini, të cilat njihen si kancerogjene. Një tjetër problem janë përbërësit e fshehur nën termin aromë ose parfum. Për shkak të rregullave që mbrojnë sekretet tregtare, prodhuesit mund të përfshin qindra kimikate nën këtë emërtim të përgjithshëm. Kjo do të thotë se konsumatorët mund të ekspozohen pa e ditur ndaj përzierjeve kimike që nuk i njohin plotësisht. Ndryshe nga detergjenti që shpërndahet gjatë larjes, zbutësit janë krijuar për të qëndruar në fibra. Kjo do të thotë se ekspozimi mund të vazhdojë në dy mënyra: përmes ajrit që thithim në shtëpi dhe përmes kontaktit të vazhdueshëm të rrobave apo çarçafëve për lëkurën. Por sa e rrisin rrezikun për kancer këto produkte, realisht rreziku varet nga disa faktorë si doza, shpejtësia dhe kohëzgjatja e ekspozimit. Por duke qenë se emetimet që lidhen me aromat nuk janë gjithmonë të gjata nga etiketa, shumë ekspert këshillojnë minimizimin ekspozimi pa nevojshëm ndaj aromave kur është e mundur. Sipas doktor Proverb Singh, nuk ka një nivel universal që mund të quhet i sigurt, sepse këto produkte nuk lëshojnë një substancë të vetme të matshme, por një përzierje komplekse dhe shpesh të padeklaruar kimikatesh. Për më tepër, çdo njeri ka tolerancë dhe ekspozim të ndryshëm në jetën e përditshme. Zgjidhja më e thjeshtë sipas mjekëve është të mos përdoren fare zbutësit dhe fletët aromatizuese për tharse ose të reduktohet përdorimi i tyre. Shumica e rrobave nuk ka nevojë për to, thot doktor Khan. Duke i shmangur, eliminohet një burim i rëndësishëm i kimikateve aromatizuese. Megjithatë, për ata që duan rroba më të buta, ka alternativa më të sigurta. Topat prej leshi për tharse janë një nga opsionet më të rekomanduara, sipas doktor Proverb Singh. Ata
ndihmojnë në zbutjen fizike të rrobave, ulin elasticitetin statik dhe mund të shkurtojnë kohën e tharjes. Për ata që duan aromë, mund të shtohen edhe disa pika vaj esencial. Një tjetër alternativë është edhe uthulla e bardhë. Doktor Kasauet sugjeron shtimin e gjysmë filxhani uthull të bardhë të distiluar gjatë ciklit të shpëlarjes në lavatriçe. Ajo ndihmon në shpërbërjen e mbetjeve të detergjentit dhe i bën rrobat të ngurta duke i lënë më të buta në mënyrë natyrale. Për ata që preferojnë produkte të gatshme, mjekët këshillojnë alternativa pa aromë ose me bazë bimore të verifikuara jo toksike dhe të jenë organike nga organizata të pavarura. E rëndësishme është të shmangin ngjyruesi sintetik dhe aromat e paqarta në etiket. Sigurisht ekspozimi zero ndaj kimikateve është pothuajse i pamundur në jetën e përditshme dhe mjekët theksojnë se askush nuk duhet ta ka paniku nëse i përdor këto produkte për vite me radhë. Qëllimi është më i thjeshtë, të reduktojmë ekspozimet e panevojshme aty ku mundemi.